A duhet të presim dikë në fillim? Okej. Që mund të fillojmë kur të dum? Yes. Super. Që kemi? Mirë, ti qysh je? Shumë mirë dhe unë mirë se erdhe në Tiranë. Faleminderit. Ne jemi shumë të freskët në fakt tani që se kemi pa në kërkim të Venerës, edhe mu më duket sikur jam vendosur në pozicionin e gazetarit që po të intervistoj ty, por që në fakt duhet me nis nga i film, nga që se gjithë që ishim këtu jemi akoma të mush me ato emocionet që morim aty në fund. Kështu që për mua është hera e dytë që po e shoh. Dhe herën e parë më mend që kisha një ndjesi shumë gjashme, por nuk dija ta veja gishtin se çfarë ishte ajo ndjesia. Dhe shi e dija që është pak parahatshëm, pak uncomfortable gjatë gjithë kësaj kohe. Dhe po vrisja mendjen pse, dhe diku aty nga mesi i filmit fillova ta kuptoja pse. Dhe gjëra që vuna re më tepër ishte se si ti e kishe vendos me kuadratu, me vendos framing, dhe sidomos Venerën. Ishte gjithmonë diku në sep, ka gjithmonë momente që ndoshta syti ishin prej dalloi vetëm një pjesë e fytyrës, ndoshta nuk duke fare koka, vetëm një pjesë e trupit. Dhe gjithmonë kuadratime shumë jo konvencionale, shumë çuditshme. Dhe gjithashtu ka dhe momente tjera që është gjithmonë e bllokuar nga disa gjëra që janë para në frame. Qofshin këto trupa njerëzit që duhen kështu si trungjin e herë dhe e rrethojnë. Ka shumë skena që është rrethuar nga personazhe meshkuj, nga burra, ose edhe nga çuna, qofshin ato fëmijët e vegjël. Dhe më duket gjatë gjithë kohës që kjo ishte në një situatë paraaqme. Dhe ndoshta prandaj dhe unë ndihesha në situatë paraaqme, sepse po kaloja, domethënë ndoshta mund të ishte gjëja më afërt që unë mund të jem me një adoleshente 15 vjeçare, është nëpërmjet filmit atë, nëpërmjet këtij lloji kuadratimi. Dhe unë du me ditë më tepër nëse sa kjo ishte mendume që në fillim apo ke zbulu gjatë rrugës, ke zbulu në set, ke zbulu gjatë bisedës me kosovarën dhe me aktorët e tjerë. Hiç s'është e menduar eno. Edhe unë veç kur e kom lexu kritikat masi që ka dalë filmi, e kom kuptu çka në vërtet e ka bu këtë film uncomfortable në mënyrën që shpi përshkruan te. Nuk është një vendim para prak. Unë pse është ky stili jam, ose pse ka nisë mu bo se diçka që është gjua jam e filmike, është shkaku pse për mu se cili njëri është kretë njerëz tjerë që e rrethojnë. Unë vetë jam rrit me një familje shumë të madhe, edhe që kjo ajri që ti nuk e ndjen në film, është diçka që me cilin unë jam rrit. Për mu e bukra e kinemas është ajo që sa do ofër, kamera mund të marrë sa do ofër një personi në trupi, edhe kur gjë nuk mund të me ditë për ta. Visë që ma misterios bëhet. Kështu që për mu konë e rëndësishme që Venera si person me qene të regune për krejt që të me energjive me cilë është e rrethune. Edhe kur ti hin me një dhomë, ti mas por e ki që atë ndjenë, ti nuk mundesh me njëherë me depikt me i zbërthy, se nuk është qëllimi jëtë me i zbërthy, është qëllimi jëtë me qenë pjesë që saj energjie në dhomë. Kështu që të ja nisë, mu mas por më pëlqenë shumë me bo film me assemble të madhe, assemble, ajo është edhe shqip, me shumë njerëz, me një person, ose dy, nuk kisha ditë me bo regji. Për shkak se nuk më thot kur gjo, ja nisi me qenë me një pozicion gjykus për ato që më të po. Kështu që edhe aktorët kur t'i gjej, edhe që shfoli me ta, unë mundohem sa ma pak mi njoftë. Mi njoftë në kuptimin, unë e kom djeshmërit e mija, e kom djenin që ata janë, ose për çka i besoj instiktit. Ama shumë pak flas me ta kush janë. Për shkak se që kjo është për mu pse unë e bëj mandej film. Unë e di një farë ndjenje që për shkak kur e kom gjetë Venerën, na kena lyp 1500 qika prej krejt trevave shqiptare, kur nuk u gjeke Venera, sa u bo shtos, theshin looking for Venera, nuk kam u gjetë. Edhe më kapi siklese, qashtu ish. Ama ka qenë shumë specifike kur e kom pa Kosovarën. Ka qenë, as nuk jom konë të lyp mu. Po një të ecne, ajo ka dalë për shkollës, edhe kur u dalë për shkollës, u ik për grupit, turmës, po ja ka nisë me kënu me zo. Veç që kjo më ka të regu boll për karakterin e vetë. Edhe me ta të regu pse saksisht më ka pëlqy që kjo, bona gjykusë mbi ato, është ndjenë. E që atë ndjenë më nga mirut edhe në film. Ka njerë menoj që është shumë e vështirë më konë në pozitë neutrale. Shumë shpejt na gjykojmë. Shumë shpejt gjykojmë edhe imazhin.
shumë shpejt, sidomos today me social media, çdo imazh që shohim na më një herë ja japim një emër. E po shto, heke e po shto. E të soj tutna shumë, se i tutna shka më redukton mu, tu i japun një emër që asoj që më rëthon mu. E që ato mununa me largu në gjuhën ta me filmike, mununa më konë pjesë e diçkoja që është tërsi fluide. Që kjo është pëse unë e bëj kinema, me të tonë vërtetën. Kështu që paka shumë është pëse është i gjirun i tillë filmi. Kuptoj. Po, nëse ti ke, më pëlqen që ka shumë personazhe, që është assemble me personazhe, unë s'do e boja dot. Nuk e di sa a do i menaxhoja dot, ndoshta vetëm nëse do isha, siç kam qenë gjithmonë në pozicionin dokumentaristit që thjesht po observoj. Ndoshta atë mund ta bëj që kam arritur të fitoj një farë besimi me njerëzit që janë aty dhe mund të qëndroj pak a shumë si neutral, larg, dhe mund të me bëj atë që ti po përshkruaj mos me gjyku. Domethënë vetëm në atë pozicion, por ama me i dhënë drejtim, kjo është diçka që më zhduk gjithmonë sfidë. Edhe që kur kam parë për herë të parë në fakt, në Kërkim të Venerës, kjo më zhduk gjëra që ndoshta i bjen që gjithëve pak në sy më së pari, është që ka një mizansken shumë komplekse, ka një performancë nga të gjithë që është shumë me nuanca, që lejo dhe kakofonia, ka njerëz që flasin mbi njëri tjetrin, domethënë nuk ka dialogje që janë të pastra, dhe unë e kuptoj, domethënë nga vetë kjo qasje, edhe pse disa njerëz referohen shumë shpesh filmit si dokumentar. Ama unë nuk e shoh dot si dokumentar. Kështu jam dhe pak kurioz me di, domethënë, ku e vendos ti këtë pozicion? Që shpesh menojnë njerëz që s'ka pas si skenar. Është identik që është i shkruar në skenar. Është edhe në montazh duke na pas shumë opsione me thonë vërtetën, se edhe nuk gjiroj me shumë opsione. Ti e ki pa që është nuk ka pick-ups. Hiç nuk e shoh ashtu. Po është dokumentar për faktin e çfarë që na shta po them. Pozicioni jam kur unë e di çka po du për skenës, po kur t'ja nisi me xhiru, çka unë po shoh, ku mundona unë mi pozicionu veten, duhet më kon sa më neutral. Neutral në kuptimin jo natural, jo real. I don't like the word real at all. For me doesn't exist. Kështu që nuk jam të vërtetën, shka është të vërteta në fund. Vërteta jame nuk është hiç për çat kameramanin tam që është tu e pa të njëjtin san me mu, ose për aktor që në skenë. Po mi dosht, mi leju që ata që ti ki prun që atë assemble, në që atë skenë, me të befasu ty. Por ndryshe, nëse ti gjithë shka e të kontrolu, që shtamë dhe sot që folem pak ma herët, është shumë e pastër kinema. Kur unë jam gjithmonë në pritshmëri që diçka ka me ndodhë për te i meje, që kjo në ashta është ajo observing, waiting for that moment. Edhe unë menoj që kjo është edhe fuqia kinemas. Kush gjë nuk mundet me ndodhë një që ashtu derisa nuk ndeset një kamerë. Vetë kamera, kur është aty, ja nis diçka. Se cili e njëri ja nis diçka me ndodhë të ata që ata vetë nuk e dihin. E që kjo është e bukur me prit. Në ashta që kjo është pak a shumë se dikush është më handej tjetra është edhe pse unë shumë mirë i një karakteret cilat i kum shkru. Unë s'kam nevojë mi pas skenarës me bo storyboard se shka do që shkruj është të bazuar në shumë ato që kum jetu. Kështu që apo më kupton çka gjyshja për shembull, fillon gjyshja jam, unë e di qysh kam usill dhoma kur gjyshja jam është në dhomë. E kam gjatë ndjenjë, kështu që tash po pres unë me rikriju që ato me arç ajo. Nashta që kjo është që ajo pak ndjenjë dokumentari. Pra do më thënë edhe ti e gjatë gjithë kohës në pritje? Jam shumë në pritje. Nëse nuk e kisha pas që atë pritje, unë s'kisha mujt mi bo filmin. Se kur e di shumë dishka, atër nuk më inspiron mu. Atëherë sa gjatë gjërën? Për një skenë, sa gjatë gjërën? Pa i më varët shumë, ma shumë varët prej energjive tjerëve so prej meje. Unë shpenzoj shumë kohë mi pru njerëz në disponimi që kam qep më konë. E kur t'ja nis kamera është shumë e thjeshtë mandej. Aty është ose s'është. Kamera nuk e sjell çato që e tu doshte. Kamera mundet mi capture. Ama që ajo duhet më kon për krejt njerëzve kush është në dhomë. Nuk po them veç prej aktorëve, po krejt që janë në dhomë. Duhet më kon me një disponim që ka me sjell çat atmosferë që na e kena për skenën. E kjo është pak punë edhe mënyra që është dialogon ti ma ata para se me një skena. Kështu që, po dhe në ato dush me menu për me lona hapësirë për shta me ndodhë diqka për te teje.
Jo më kone kontrolun edhe që ajo që te e tregon që ka me ndodhë. Kështu që është ma shumë në komunikim se sa really në kamerë. Apo kuptohet që ka... Sigurisht, po të ndjek. Po mundohem gjej edhe ca linje kështu paralele me mënyrën se si i qasëm edhe unë. Po në rastin tim është gjithmonë ky dialogu që ti po flet para se të nisi regjistrimi, para se të filloj filmi komplet ndoshta. Ky është edhe për mua shumë i rëndësishëm. Në rastin e The Silence of the Banana Trees për shembull, gjithë filmi ka marrë 1 vit kohë, dhe është film i shkurtër që nuk supozohet marrë 1 vit kohë. Ama xhirimet ka marrë 6 muaj. Sepse për mua ka qenë shumë e rëndësishme me ndërtua të marrëdhënie me Mihajin, me personazhin aty dhe ndoshta kjo është ajo gjëja që mund të lidhi këtë lloj mënyre pune, edhe pse nga ana ime unë kam ardhur komplet pas një ide të mëparshme. Çdo gjë ka lindur për gjatë bisedës, për gjatë gjithë këtij dialogut që ndërtohet dhe për gjatë gjithë këtij besimi që ne fitojmë te njëri tjetri. Edhe kjo pastaj më bën edhe me menu momentin që the kur vjen puna tek realja dhe momentin që kamera ndryshon mënyrën se si ne komportohemi. Siç po ndodhet tash. Mënyrën se si po komportohemi tash. Shumë real, ti nashta pas ke problem, se unë jam shumë mirë. Okej. Unë dhe shtaj kom e qikë problem. Okej. Por... Jo, po të kuptoj, po nuk është vish kamera është edhe te na, te para se më nis kamera, që është edhe që ato nështë ta kësha pas qep më të pyty, po vazhdo që ka ke të folë, se kom një pytje për shto reale edhe fiction, or what fiction can tell us about the real, specifik të filmit të shkurt, që e pom. Kështu që po tregom çka unë pyete nashta. Unë kisha fjalën kur vjen puna tek performanca, mënyrën se si ne performojmë në disa shtresa të ndryshme. Pra, edhe në rastin e dokumentarit tim, mund të jetë diçka shumë autentike, shumë natyrale nga mënyra se si reagon Mihajin ose qofshin edhe Besi dhe Rafaeli të filmi i gjatë. Prapë mendoj që ka një lloj performance, dhe ndoshta filmi i gjatë i imi mund të ketë një koment më të mirë vetë si film, po të hy unë domethënë nga ana analitike, diçka që unë se kam menuar asnjëherë gjatë procesit. Por mund të flasi për atë performancën e dyfisht. Pra ka një performancë që ato bëjnë në rrugë për publikun, ka një performancë që ato bëjnë për kamerën time, edhe pse diku e harrojnë, ka një performancë që ato vendosin me njëri tjetrin, që kanë ndërtuar të marrëdhënie me një farë performance ku duke qenë edhe meshkuj që nuk parahyn ato biseda intima e shkollaj. Domethënë kudo të shkosh ti në botë, burrat e kanë gjithmonë këtë lloj. Kanë disa barriera çik më shumë për të kaluar në biseda më intime, për të qenë më të lirshëm me burrat të tjerë. Dhe këtë ndjehet për shembull edhe tek filmi im, por edhe këtu te filmi jot. Qëre, unë kur po foli për real është diçka alo ma larg. Çka po du më thonë është, unë e kom bo filmin e partë metrazhi gjatë Looking for Venera, ma ndej bashkë kjo konë qëto që jena të pytë, jo në kom pytët e mija që i kom pas mas filmit. Edhe kom vendosë për bo filmin e shkurt, like a Sikielo, që për shumë njerëz është pak absurd dhe mas filmi gjatë me bo film shkurt. është tjetër gjuhë, është tjetër dinamik, edhe ti si regjisor përgatit vetën ndryshe për një film shkurt, ndryshe për një film gjatë. është kohë tjetër, është setup tjetër, krejt për kohën tonë. Filmi shkurt, i kom raise, i kom ngriq të pytje, edhe i kom ju mënu me orë sa më ofër përgjigjes. Për mu kinemaja është artific komplet. është artific e cila të regon ty sa artificial është realiteti jonë. Hiq pa qenë kamera aty. Kur ti monton, kur ti lidh dy pjesë, shumë lidhje janë shumë atë kallajshme me ndodh. Se janë i kena normalizu përgjigjet. Mo nuk e kena pyetje për shto lidhje. E ti që ato është edhe njëtën tonë për dishme që funksionojmë. Na shpesher i marim sanet si të pa i diskutu, pa i pyt. E tashte, kur unë e kom bo filmin tam të shkurt, ti janë njerës që unë i kom njoft, janë materiale gjetna, materiale familjare, njerës që unë i kom njoft shumë mirë, një realitet cilë unë jom rritë. Qysh mundet një realitet më ndodhë qka të shpejt, si lufta, ose si sot qysh për ndodhë. Na deri sot nuk patëm luftë në Gaza, tash ka, edhe dhe që kjo është realitet. Kur nuk e dyshojmë qka për ndodhë, shumë shpejt e marim realitetin si realitet, i kamuflojmë, njëjtë bën edhe montazha. Shumë gaps i mbledh të i bashku senet. E mu qëta për thëmë, që kjo është ka mu më prengos,
Se për mu kinemaja, për shembull, kur e kom bota filmin Like a Sick Yellow, u kon, okay, i njoh njerëz shumë mirë, njerëz të familjes teme. Qysh mundën qëta njerëz që unë i kom njohur shumë mirë me përfundu të boqë si sana, që vinë në fund të më film. Ose nëse kretina njerëz shumë thjesht që mundëm edhe me kamera mu capture, atër kush pi bën luftën, kush është the monster, njerëzimi është qaj, kështu që është mirë me nisë mi pa njereun si shumë dimensional. E që kjo po thëmë është pak treki kur e vendos çfarë dojë realiteti e të dosh me shfaqe në film. Dush që mu hapë, mi të regu diqka përmes shumë komponentëve. Që kjo është paka shumë pse është gjua filmike e tillë. Ama pse është kamerat kur e kena gjiru në Looking for Venera, kur s'ka ditë kërkush ku është e vendos në kamera. Edhe kanë harru dhe në pikën kur kamera ka nisë me vepru, gjyshe e me ku lodhët e për kamerën. Kur tjerë të kanë, nuk e kanë pos nocionin shumë të kamerës. Po për mu është, për që ato do është ta me të pytë të filmi të shkurt, që ka të boni me vendos mi rrit dozën e fiction, për me të regu një story që ke shumë corporal, nuk pat, ajo kesh të heke vetë në trup, nuk ke nevoja aty me pas shumë pyetje ose me marrë një pozicion ku me ditë sot thellë, ajo kesh shumë e ndjeshme, me njershme. Po pse patët nevojshme gjatë rrugës si për me japë që si doze të fiksionit? Po ndoshta është për të njëjtat arsye që po thu ti, që është gjithçka një artific, është gjithçka një konstruksion. Pra kjo qasje konstruktiviste ndaj vetë kinemas ose ndaj vetë shoqërisë, mënyrën se si ne i kemi ngrit marrëdhënie me njëri tjetrin, si i kemi ngrit komunitetet, si i kemi ngrit shoqëritë. Dhe në rastin e Mihajit me Rekën, në mënyrën se si ato e kishin marrë një vendim për të ndërtuar në atë fazë të jetës marrëdhënien mes tyre. Dhe ishin shumë gjëra që nuk shprehen, nuk komunikohen me fjalë. Nuk komunikohen ndoshta as në dizajnin e hapësirës ku është aty, nuk komunikohen ndoshta në mënyrën se si gjërat janë statike, në atë statizmin aty. Dhe unë doja me i dhënë jetë diçkaje. Me i dhënë jetë gjithmonë nga perspektiva ime. Dhe gjithmonë ka qenë mënyra se si unë shihja marrëdhënien me tyre. Domethënë, në atë film unë kam qenë gjithmonë kundrejt psikologjisë së njeriut, domethënë nëse mund kam pas për shembull disa njerëz që më thonë, "Ok, duhet merresh me anën psikologjike, pse domethënë pse baba e bi janë kaq larg." Dhe për mua ajo ka qenë gjithmonë një hap që unë nuk doja me e marr. Domethënë ishte një kufi. Ku din ti mi kuptua? Dhe në bashkë ajo, pse ke, po mu po më pëlqen so comfortable je kon me silent që e ki përjetu në qatë shtëpi. Unë nuk e dija kësha mujt me night comfortable. Ama po më pëlqen se unë e niva që ti kur e kon, kur diçka u përmbyll dhe mandeti e ngrite, i jape ti çka po në film, me dozën e fiction, që për mu ke shumë e bukur. Se filmin e dy që e pam, nuk pat qaq edhe aty ka, normal, gjithmonë. Po e para ke shumë një e fiction edhe real, or real, we not call it real, but fiction and documentary or non-fiction or observation, patë një dozë shumë të fortë të kombinimit. Pa, e është domethënë një gjuhë që mu po më tërheq akoma, një gjuhë filmike dhe një qasje. Domethënë dhe duhet të jesh gjatë gjithë kohës edhe në kërkim, domethënë nuk mund ta kthesh dot në formulë. Nuk është ndërron dot në diçka që mund ta përsëris. The Silence of the Banana Trees është një film që s'e përsëri dot më. Unë s'e bëj dot më tani. E mirë, tash po më pëlqen shumë ç'kjo bisedë. Mas që se përsërit mu, po ti veç ta, kjo është çka unë po kërkoj. Çka është kërkimi pra, në çka je tu kërku? Nëse ti nuk po do mi përkofizu se po tutesh që po tutesh. S'po don mi përkofizu as vetë, në diçka pa e ditë që një ma është ndodh. Çka po kërkon? Është pak a shumë siç Venera po kërkon veten, ne jemi gjatë gjithë kohës edhe ne duke kërku veten tonë nëpërmjet çfarë shprehim, nëpërmjet vetë pyetje për shembull ose vetë arsyeja pse dikush bën një film për X temë, thot shumë për atë njerëz. Domethënë, unë pse u futa me bërë një film me Mihajin dhe Rekën kur unë para punës nuk jam baba, nuk kam një marrëdhënie të distancuar me prindërit e mi, nuk kam një familjar që është në një smundje siç është kanceri që ka Reka, po pse unë hyra për të bërë një film të tillë, një marrëdhënie të tillë, çfarë më interesoi, domethënë gjithaj kurioziteti im. Dhe të përgjithshëm, jo. Nuk e ki kuptu? Jo, dhe nuk besoj që është relevante, po. Jo.
ky është një reflektim që ndoshta dikush tjetër mund ta bëjë. Mu më pëlqen ta shpreh, ta them, kushdo mund të reflektojmë në mënyrën e tij. Dhe ndoshta kjo mungesa ose refuzimi i vetë reflektimit në disa faza të procesit ose në disa pjesë të çfarëdo lloji kreativiteti apo shprehje, mendoj që është pak e nevojshme, sepse nëse bëhemi mbi analitik me veten, atëherë unë nuk mund të krijoj dot, nuk e di si është tjetër. A mundesh me rujt mos më bëu mbi analitik me veten? Prandaj bëhem analitik me filmat e tuaj. Jo, unë bën analitik edhe me veten shumë, që kjo është problemi. Jo analitik, s'kisha me qujtë analitik, po i kam frikë me qenë too conscious. E qëta e kam shumë kështu... Po, diçka tjetër që më pëlqejnë çka janë ato folë me çka posh për filmave, edhe ato që më ki tërgu në email, që mu po më pëlqejnë shumë how I will not call it brave, po sa e hapur je me qëta comfortable, me prek tema të ndryshme pa ditë pse ti je qaj njëri që dush mi thonë qëto tema, edhe pse çka mundesh më thonë ti për vetveten si artist, kur kalon për tema krejt të ndryshme, cila është linku midis tema, mu po më pëlqen që e ki që t'liri. Unë ka njëherë menoj që jam shumë e njëjtën sa në që e bëj. Është një vazhdimësi që nuk muna me ikë prej saj. Ka njëherë kom qenë më konë ma hapne. Po ti bën gjën tjetër që ndoshta unë nuk e bëj aq mirë, që ti jesh guximshme nga ana formale. Pra po të shofësh... Jo, nuk pajtohen. Jo? Filmi shkurt ke shumë... Like a Sekiello është një nga punët më të guximshme që unë kam parë këto vite. Dhe unë kam parë Kiss Me Now më përpara, dhe që kur pash atë, po shifja i gjë shumë të re për mu. Për mu ishte shumë gjë e re se si ti po punoj me arkivat. Por, kur vjen puna mas një periudhe pushimi e jotja duke u marrë me arkivat, bën në kërkim të Venerës, kaloni një komplet tjetër qasje, gjuhë filmike, punë, metodik, kthehesh në arkiva dhe ti sikur merr atë gjën që e kishe nis dhe e çon në një nivel komplet tjetër. Dhe mu gjë që më ka bërë gjithmonë përshtypje. E po nashta ç'kjo koka. Çfarë është? Që kjo, që kam qenë mi çu diçka që e di nivel tjetër. Por kërkon guxim. Nuk është diçka conscious. Është hiç conscious nuk është, beso me, është ka njëherë kam për një ma frikë që jam të repeat veten. Po e që so mire e bone linkun me Like a Sekiello e me Kiss Me Now, se unë kurse pas na pas vedesh me këtë sen. Për mu Like a Sekiello për një ma ka nisi diçka kur ta ki diçka që e ka një farë justifikimi natural të historisë, edhe një justifikim natural që shka ndohë diçka, atër çka mundesh me kriju ti mbi to me të vërtetën që ti e ki. Qysh na shojmë për rreth, tash unë më ullë me prind të me, ata gjithmonë ma bujnë një ka egzageron. Je tu folë për diçka që nuk është aty. Tash është apet qysh e shojmë. E që kjo për mu kom pse ku mbo Like a Sekiello me pa për një ma çka po du me thonë me diçka që është për rreth. Edhe është si e mirë qenë. Ama po, është një farë prove me bo eksperiment me arkiva prej Kiss Me Now. Po, gjëja që ndoshta njerëzit harrojnë me thënë për Like a Sekiello në çfarë do lloj review-je që kam parë, përfshirë review-n time që bona, është se si ndoshta mund të jetë filmi i vetëm që vjen nga Kosova që ka një koment për luftën, pa e përmendur fare luftën, qoftë si fjalë, qoftë vizualisht, ama ka tension aq të fortë mbi historinë, mbi të kaluarën, mbi arkivën, mbi ngjyrosjen e arkivave ose humbjen e ngjyrës së arkivave, dhe arrin ta sjellë këtë vetëm nëpërmjet atyre përsëritjeve që vjen ndoshta dhe mënyrën se si ne kujtojmë i gjë. Domethënë ndoshta se si edhe vetë truni jon, domethënë kur ne fillojmë edhe shohim diçka ose kujtojmë diçka, jemi gjithmonë të fragmentuar dhe përsërisim qoftë edhe ato fjali që na ngelen. Ama nga mënyra ime se si nuk kam punu me arkiva dhe po mendoj me punu me arkiva tani. Dhe një nga arkivat familjare që unë kam, për shembull, është një kaset që është diku te 8 minuta,
që unë e mbaj mend shumë mirë se si është xhiru, aq mirë sa që mua më duket sikur është kujtimi im, sikur e kam përjetu vetë. Pa atë ka xhiru babi im dhe unë jam aty i vogël, domethënë dukem unë vizualisht. Por ajo është gjitha në memorien time si një kujtesë imja. Dhe prandaj unë doja me dalë edhe tek pyetja se si ti vetë ke ndërtu dhe ke rindërtu marrëdhënien me këto arkiva që ke përdorur te Like a Sick Yellow. Tu fol ti, po më kujtohet në çfarë mood, në çfarë disponimi ju më kon kur e kom bo filmin. Ju më kon për me një moment shumë questioning. Kështu question. Edhe që kjo që është në Like a Sick Yellow, karakteri është me një është to question. Se është një diçka tuar, diçka e re, edhe që ky pozicion është pak dangerous. Bën ma animalistik. Në që pozicion kur ti je dangerous shumë afër, ti nuk je shumë intelekt. Je ma shumë të reagu si instinkt. Ka qenë e njëjta mënyrë që është babi jam i ka gjiru qëta njerës. Ti për shembull, problemi më i madh në montazh u kon, gjithçka u kon shumë e shpejt. Në kinema ti duhesh me marr pak kohë sa me digest edhe imazhin që je tu pa. Babi kur e ka gjiru njerëzit, shihet që është i gjiruar fuse me ndjenjën që ka me hit dikush që të dhom, ka me na myt neve tonve, shpejt i capture secilin njeri të shohim qysh në kon, se s'dihet kush shton kush vdes. Domethënë i tillë kon mënyra që është gjiru filmi. E veç që kjo mund ka jap shumë me kuptu për rëndësinë edhe të shtëpisë. So safe and dangerous in the same time it is. Që kjo shtëpi që na kena jetu. Ti jesh edhe në film janë drejtorët e mbyllne, asnjëherë roljetat nuk janë up. Ama pse? Kur mrena po bëhet një gjithkush po shumë i lumtur. A pet pi gjykon që shka është real, çfarë realiteti kena bin veten. Kështu që për mua kon mas shumë ti me kujtu ose mi përkthy një ndjenjë që unë e kom pas herë. Tash më ardh më afër kinemas edhe plus tjetra, s'po du me spoil filmin shumë, po nashta s'ka dert. Hajde, për author meets author, let's do everything. Aty roli kryesor, domethënë roli kryesor, what the fuck. Personazhi kryesor, i cili nuk është një, po janë shumë. Personazhe ti nuk e din cili është cili. Për shkak që janë shumë, në kujtimet e mia janë pothuajse një personazh. Janë qaq afërt me mua, krejt ato gratë për cilat flitet në film. Edhe unë i kom pa gjithmonë në interaktiv together, kështu që kur nuk e di pse njëra ka bo diçka që tjetra s'ka bo. Abiten është si kolektiv i kom pa, që as ndjeni kom për to. Po kur del tete, kur e hub dikush mendjen, kur nuk je shumë e qartë nga mendja, pa thonë diçka ma tepër. Jëm kon shumë kurioze me pa a për një ma është kamera qa që fuqishme, që është na e menojmë, që e capture reality, a ka mu që ka mirë me pa qa degradacion mental të dikush. Edhe ju mundu me pa që ato imazhe që i kena pasën arkiv, cila për më rinë sa ma offer, që aso ndjenje, if camera can capture even this mind decay. And not just shka shojmë na që ja japim një emër, po diçka që është airy. Për këtë arsye po them që shumë e guximshme nga ana formale, se kjo është komplet një qasje shumë formaliste për me kuptu mënyrën se si imazhi funksionon, se si qasja jon ndaj imazhit dhe vetë, sepse si ne e lexojmë, interpretojmë, rikthehemi mas disa viteve, reinterpretojmë imazhin, është diçka, është pak a shumë një pyetje që një studius i hyn më tepër se sa një regjisor. Domethënë janë të paktë ato regjizorë që arrin të mendojnë nga ky këndvështrim dhe prapë të arrin ta komunikojnë në mënyrë që është në 15 minuta apo sa i shkurtër është filmi, një kohë shumë shkurtër. Po apshe që pas kemi diçka të përbashkët veç, përveç shumë tjerave. Që edhe i na vesh do të zë që na tregon shumë për neve, po. Jo, po që kjo ana studiusa, që po thu, jo, që shta pihen për një kondi tjetër jo si studius më do këtë përmende fjallën. Edhe ti je shumë studius, edhe ty të pëlqen mi studiu filmat, edhe ti shkruan, je edhe reviewer, po dhe jetu kry PhD. Çka të nimon që kjo në mënyrën që shjeti si regjisor? Unë për veti kur s'kisha mujtë, unë nuk e bëj conscious që ta që e bëj. Ama ti e bën shumë conscious edhe you love, I think, this thing. Kështu që ka të sjell dhe pse janë dy.
Po janë shumë të ndara si janë të ndara te ti. Reviewing është më tepër, nuk është se unë i shkoj nga mbrapa. Kam pas fatin me qenë commissioned dhe kam pas fatin me shkruaj për filma që mu më pëlqejnë. Kur vjen puna tek ana e doktoraturës, unë nuk merrem fare me kineman, po thuaj se studioj komplet diçka tjetër, thjesht nga perspektiva e media studies. Çka është tema jote? Unë bëj media studies. Më pëlqen të shoh se si domethënë roli që ka media në shoqëri. Çfarë do lloj media, mënyrën se si ne i qasim medias, mënyrën se si për shembull qoftë edhe perspektivat politike, propaganda sot për shembull ndërtohet nëpërmjet mediave. Në disa nivele, qoftë në nivelin mikro, kur ti bën scroll, dhe ti sheh ato që algoritmi ty të ushqen, siç edhe stërvit ti algoritmin tënd, po edhe nga ana tjetër se si politikat më të mëdha, qoftë financuese, qoftë menaxheriale, domethënë ndikojnë deri në programacionin atyre që ti sheh. Dhe kjo gjë ndodh në festivale për shembull. Kjo më ka bërë me i pa nga një perspektivë komplet tjetër mënyrën se si ne i qasemi qoftë edhe jo nga ana kreative, po edhe nga ana pak më të produksionit apo të industrisë kinemas, mënyrën se si ne shkojmë nëpër markete, çfarë zgjedhin marketet e filmit, çfarë zgjedhin financierët e filmit, domethënë, çfarë i intereson atyre, gjithë këto politikat që kanë shumë shtresa nën të që ndoshta nuk duken që në fillim ose që kanë ndonjëherë janë dhe shumë hapur domethënë në atë checklistën e tyre se çfarë kërkojnë. Dhe të gjithë këto i studion media, domethënë, dhe nëse ne do kishim media studies në nivele akoma më të ulta, qoftë në gjimnaz, do ishim që të gjithë shumë të përgatit se si i qasemi imazhe, se si i qasemi imazheve që ne na serviren, se si i zgjedhim më pas imazhe, domethënë, ndoshta edhe këtu do kishim më shumë njerëz në audiencë. Që është çdo gjë rreth jo vetëm filmit, po media në një formatin më broad, më të gjerë të mundshëm, që mund ta shohësh nga lente ndryshme. Kur vjen puna pastaj tek filmi, është tek ana kreative, është një komplet proces tjetër që nëse unë do i hyja nga ana analitike, nuk do arrija të bëja dot asgjë. Aha, okay. So mund është mi do shumë mirë dy anë. Është komplet instinktive. Domethënë çdo vendim që merret paktën është instinktiv. Ka komplet për mua, domethënë ka analizë nga mbrapa, ama unë nuk mund të analizoj pse po merr këtë vendim. Përveç, domethënë, disa arsyeve shumë sipërfaqësore. Çdo vendim që vjen që është themelor, është komplet instinktiv që nga zgjedhja e tematikës, ose çfarë filmi do bëj, si do e bëj, të gjitha me radhë. Okej, si reviewer, çka është ndjenja jote kur ton me bën një shkrim për filmin, a mundohesh me mbrimi befasu vetën me çka e të shkru, apo mundohesh më koni sakt për çka e të po? Unë gjithmonë kam pas shumë të lehtë me shkruajt për filma. Ndoshta edhe prandaj kam shkuar dhe me bë PhD, sepse gjithmonë nuk ka qenë, domethënë ka sfidat e veta, nuk është gjë e lehtë me bë, por gjithmonë ka ardhur shumë natyrshëm me shkruajt. Nga ana tjetër, shkrimi ndoshta edhe ti mund të kesh eksperiencë ngjashme, por edhe nga shumë shkrimtarë të tjerë që kam lexuar, kam një gjuhë të flasim për vetë procesin e të shkruarit, të bën të nxjerrësh disa mendime që ti nuk mund t'i artikulosh dot ndryshe. Pra kur unë shkruajta për Like a Sick Yellow për shembull, dhe pash filmin për herë dytë, është tjetër procesi se unë kur e shoh për herë dytë dhe zbuloj gjëra të tjera, është ndryshe pastaj kur unë filloj të shkruaj, dhe kur filloj të shkruaj arrit të artikuloj disa mendime në ndoshta në një thellësi tjetër, ndoshta në një perspektivë tjetër, pa arrit të zbuloj gjëra të reja. Që ndoshta edhe surprizoj veten. Okej. Jo, shumë po m'pëlqen kjo. Unë gjithmonë jam ngurru me qenë qaq analitike, tu mendu që mos po më ndikon shumë në mënyrë që mendoj që po thuti mi rruqta me qenë instinktiv në zgjedhjet që bëjmë na si regjisor, po shumë brave, mu po m'pëlqen që e kiqit ndasi të dy. Po nga ana tjetër unë do doja të isha si ty që mos merresh me gjëra të tjera. A ti ndrojmë vend. Pra. Jo, dhe diçka tjetër. E mirë, qysh ja nis, mas qenë se është shumë instinktive dhe po m'pëlqen që je jo gjaq analitik, më thonë, qysh dashurohesh me një theme or ide or me një karakter or merr shembull me filma, mos fol kështu general, but Silence of Banana Trees. Edhe për shembull te filmi i dy që e pam Another Day,
çush është qasja, për shembull Another Day mu dok shumë, po mos më zbulu shumë, po mu dok shumë, se aty pak ma shumë, si më thonë, skenari para prim. No? As pak. Ajo, a di pse mu dok, pse ky djali që fol për këta Blood... Rafaeli, po qysh i thuhet, Blood Revenge, për gjakmarrjen. Po, për gjakmarrjen, është shpëdije që ka me ndodhë diçka money-wise between two friends. E tash ti unë që ka pyetësha veten tu e pa filmin ish kur e ka ditë Eno që këta të dy kanë me qenë në konflikt të tillë, edhe kur e ka ditë Eno informatën që babi i këtij u kon në konflikt të tillë. E mu dok si diçka që you already know. But I'm not saying that you tricked or something like that, but that you were falling in love with some elements that was creating something for you that made sense. How was the process? Po më bën kompliment shumë madh si montazher. Sepse këto janë gjitha gjëra që janë zbuluar rrugës. Unë nuk dija asgjë. Rafaeli ka pas një natyrë që ndoshta tash po ndryshon, por ka pas një natyrë shumë sekretive ndonjëherë. Mbante të fshehur një pjesë të shkuarës tij. Dhe e kuptoj pse. Unë nuk e dija historinë e babait vet. Unë atë zbulova kur përgjeronim castingun, që është me Bujar Alimanin, dhe në atë moment që ishte edhe vetë skenari ose dialogu që po lexonte për atë tematik, dhe ai aty vetë siç është edhe te filmi thotë që edhe unë kam një histori ngjashme që edhe i mat për ka ndru, është vrarë pak a shumë, e kanë vrarë për arsye gjaku. Dhe ku po e xhiroja ishte hera e parë që po e merja vesh si informacion dhe ishte shokues për mua. Dhe më pas kam bërë unë një punë dialogu bashkë me të, duke fol, duke më treguar më tepër, derisa arrita ta bindja që herën tjetër kur ai do shkonte të vizitonte varrin e tij, shkoja edhe unë me kamera. Dhe shkum. Dhe unë e kam xhiru. Edhe momentin që ai është te varri i Tjatit dhe ka vendosur mos më e përdor për shembull. Por ai në atë moment ka vendosur ka marrë ai atë vendimin me më tregu mu gjithë historinë në mënyrën se që ti e sheh aty në film. Dhe gjëja tjetër, kjo ka ardhur shumë vonë, masi konflikti kishte ndodhur. Pra është xhiruar domethënë gjithë xhirimet kanë zgjatur 2 vjet dhe mbasi shumica, pjesa më e madhe e xhirimeve kishin ndodhur atëherë. E ti si regjisor, juve si regjisor po dhe si shok tashmë i tënde, edhe si follow of their journey, like a moshe me predict që ka me ndodhë diçka e tillë money-wise? A është diçka në ajër? A e lëpshë qatë san? Apo ndodhë dhe për ty si... Se filmi pak a shumë e jep këtë ato, edhe ndjenja. Ishte se diçka ka me pas di konflikt edhe ma merke me që ka me konë something to do with money because it's so human in the end that will happen. Sigurisht. Because that's what they are all doing that for. Jo, ne kur kemi hy me tjetër qëllim. Ata kam pas synimin me hyrë një nga këto talent show të televiziv në Itali. Okay. Kështu që unë shkova me synimin me ndjek, po nisin nga diçka që bëjnë rrugë, këto dy njerëz që vinë nga background shumë sfidues dhe kanë këto ambicie, kanë këto ëndra që ndoshta mund i duken naive disa njerëzve, por që janë ëndrat e tyre shumë sinqerta. Dhe rrugës zbulova këtë konflikt tjetër që po lindte mes tyre. Ishte diçka që nuk kishte ndodhur më përpara, ose të paktën unë nuk e kisha vënë re më përpara. Dhe diku nga gjysma ndoshta e xhirimeve aty, pata dhe unë një fokus tek materiali që po mbledh. Dhe unë fillova të xhiroja më pak, nuk po mblidhe më material kudo për të parë çfarë mund të sajojmë në montazh, por fillova të kisha një fokus për historinë e tyre, për këtë marrëdhënie që po ndodhte diçka me këtë marrëdhënie. Unë shpresoja që mos ndaheshin, mos krijonin këtë konflikt, ama ishte përtej meje. Domethënë ishte diçka që atyre po i ndodhte dhe nuk mendoj që është thjesht për lekët, domethënë paktën nga perspektiva ime është më tepër që ato domethënë po shkonin tek 30-tat të dy. Po kalonin një tjetër fazë tjetër. Jo, ajo është konsekuencë e diçka që po ndodh përtej. Është diçka më e madhe. Po si gest, si simbolik, shumë njerëzore. Është trigger. Po tash të folti
you follow their journey and so on. Atë merr më shumë kohë me vendos për çka është filmi tjetër i radhës, atë kishe pas që më shpenzu më shumë kohë kur jenë temë. E merr si të shumë të shpejt çka would you like to talk about and then you spend more time afterwards apo çush është. Se unë marr shumë kohë derisa ta vendosi për çka ka me bo. Edhe unë kam kalu në diçka ngjashme, nga që më kalot shumë dhe shumë konsumuese nga ana e energjive, qoftë mendore, qoftë fizike, që t'jesh gjatë gjithë kohës gjërosh, sidomos me buxhetet që kisha unë komplet independent, domethënë, është gjë që ndoshta e bë kur je 20 vjeç, po më vonë do të bësh, do të provosh gjëra më të reja. Në rastin tim tani unë po zgjatem aq shumë duke e hedhur para dhe mbrapa strukturën e një filmi që po ndërtoj, po ndryshoj aq shumë gjatë gjithë kësaj kohe derisa ta gjej atë që unë du të komunikoj, atë që unë du të eksploroj, atë që unë du të them nëpërmjet këtyre 2-3 gjonave që mu më interesojnë ose që mu më instinktivisht më frymëzojnë, domethënë ngelin me mu dhe du që të gjej historinë rreth këtyre imazheve ose këtyre ndjesive që unë po kaloj dhe gjithë gjonave që unë po lexoj, domethënë ishte në një talk që kam qenë me Aleksandr Sokurov, gjëja vetme që më ngeli nga ajo që ai po thoshte, ishte që çdo film që unë bëj reflekton ku jam unë në atë moment. Domethënë merr 4 apo 5 vite mori Another Day dhe reflekton atë moment ku unë jam. Domethënë nuk mund të jem i njëjti në filmin tjetër, edhe pse shumë gjëra do jenë po njësoj. Okej. Nuk e di si është për të. Jo që shka po ta në mend, që diçka e tillë ka ndodhur me mu. Domethënë edhe unë jam nis me dokumentar dhe më ka pëlqyer kjo adrenalina to be, to follow, to capture. Derisa me një pikë, nashta e pas na pas që të anën tjetër, ku diçka formalisht duna me spjegu. Për shkak që është diçka që po vjen brenda meje që duhet mu spjegu. Nuk është vish me lyp. Kështu që pas kam diçka të njëjtë edhe tjetra që ka do është ta me të pyt, e hupa për pak. Se kur tha për... që merë një film shumë gatë për mu bo, shumë ko. E kum pas që te me një regjisor, koleg, thej kena kur nuk rritem. Jena i njëti njëri, se për shkak që qatë shumë shpenzojmë ko me një film, deri të filmi tjetër, na izolomi me një disponim të veçantë, për mi rrujt, dhe sa ta bojmë filmin, e shumë pak rritem. Shumë pak e lejojmë vetën mu rritë, si njerëz tjerë cilët e kanë luksin e kohës. Ama nuk e kum ditë më ju përgjithë qaq mirë, kështu që se unë menojsha që ose jam tash shumë conscious për qetësan dhe kom qenë me leju vetën mu rritë edhe në forma tjera, se shpesher mundesh me hinë lup. Se bosh comfortable me një san që e tu e thonë. Po ti nuk mendon që thjesht fakti që po merr një, domethënë po nxjerr një shprehi të re nëpërmjet në formën e një filmi, nuk është ai vetë gjithë ky akti, gjithë ky procesi, nuk është një proces rritje? Po, është proces rritje, po është rritje me një determinim të jetu shku dikun vetveteu, po nuk jetu e luan botën me të rritë qysh pa e diti. E qëta njerëz tjerë për shembull, a di kur dikush nuk ka aims, rritet ma mirë, ma ndryshe, se e lejon vetën gjithë shka me qenë aim. Kur e kini aim, you are too focused to that. E u konë shumë interesant kur e kena pas diskutu qëta, më vike i nati nëse nuk rritem. Kështu po ta nervoz isha. Jo, unë menoj që rritem si me qka po nashta dhe që kjo është shumë e bukër e punës që bojmë. Se we look for something. është shumë punë e veçantë, domethënë shumë e rrallë të kesh këtë që të shkosh në domethënë përveç jetës tënde sociale, private ose rolit që mund të kesh ndoshta në këtë botë. Është kjo gjë që ti vendos të bësh, përkundrejt çdo pengesë që vjen qoftë nga ana ekonomike, qoftë nga ana nuk e di sakrificave që ndoshta ndonjëherë bën edhe nga ana personale, jetës sociale, nuk e di. Të lejon që ti të kesh një lloj zhvillimi emocional, profesional ose qoftë edhe një lloj maturimi që është shumë i veçantë dhe nuk ta ofron puna e dizajnerit para kompjuterit, siç po flisni më herë, ose puna e dikujt tjetër që nuk e ka të lloj krijimtarie. Domethënë ai që punon në finance, që bën miliona, ka nevojë për tjetër lloj aktiviteti
për të zhvilluar një anë tjetër të vetes. Kurse ne këtë aktivitet, ndoshta dhe kjo është gjëja më e rrezikshme, e kemi si thosh shumë në qendër të asaj që bëjmë, domethënë, dhe kjo është ndonjëherë pra duhet ndoshta, nuk e di, ndoshta duhet kjo balanca mes kësaj gjës që bëjmë, që është kaq shumë vulnerabël dhe është gjatë gjithë kohës një punë me veten, po edhe të qenurit në këtë botë që është konstruktuar në X metodë, që është një artific në vetvete. Edhe për cilat kena shumë përgjegjësi, po ashtu. Dhe që nuk duam të jemi. Yeah, I know what you mean. Desha me pyet, po desha me kalu në fakt edhe tek roli i mashkullit dhe i burrit tek te filmat e tuaj. Hajde, tregom. Këtu tek Venera për shembull, pothuajse çdo personazh burri, ndoshta me pak përjashtim të Nolit, po përfshi këtu gjithë moshat. Janë gjithmonë ka një farë pa aftësie, janë 5 burra që nuk bëjnë dot i derë bashk, janë burra që shkojnë edhe i fryhen gocave dhe grave, sidomos kur janë të mitura, që në planet e para këtë jatin që është kështu me sy duke sfidu gocën e vet. Domethënë ka disa marrëdhënie, ka marrëdhënie pedofilie, për shembull, qoftë edhe kur është me consent. Edhe kur është me consent nga ana e Venerës, prapë ke personazhin e Gentit që është një komplet tjetër mosh, por që nuk ka asnjë filtr ose nuk ka asnjë reflektim paktën në film që është po kërkon të hyjë në një marrëdhënie me një të mitur. Domethënë ke gjithë këto karakterizime të figurës së burrit që nuk e di, për mua ndoshta është dhe ana tjetër pse më bën akoma më uncomfortable, sepse një nga synimet e mia në filmat që po bëj është edhe të krijoj një komplet tjetër imazh të burrit, sidomos burrit shqiptar që gjithmonë është reprezent përfaqësu në konotacione tepër negative. Okej, unë shpesh e kam pas që të reagim që përmënaj Venera i friksohet babit vet, po babi vet në fund kur gjë nuk bën. Ai kur gjë nuk bën. Çka bën më shumë ti është ajo është shfaq frikën e vet parti artikulume në pozicionin që merr. Unë çka mendoj ose që e kam përshkruar ose çka kam dashur me spoku me touch, nëse nuk e kam rri me çto different ages of man in my films, është çka unë mas shumë të ndhimen pozicioni mashkullit, figura mashkullit, ose që ja ka njoh vetë një pozicion e janë të pa artikulun emocionalisht mi match pozicionin ku janë. Edhe i till është i thot. Si thot, është i pa predictable, not predictable. Not predictable, sjell freak, po sjell edhe shumë liri. Se ti kur nuk është, për shembull figura e babit Venerës, ajo ja nis mi mësu çka pritet e çka nuk pritet prej tine. Po si edhe në dhomë kur është, ai e merr një pozicion, nuk e di që është, do për shembull shpeshher kur thotë të shkoni me flajt. Ai nuk din tjetër, po ai vetë ka më shku me flajt aty ku është janë tu flajton. Po është si më thon, po tjetra nuk është veç mashkull e femën, për mu kryesore kon çka unë mendoj, mas shumë që përshkruan our society, është nevoja për hierarki. Për shkak që ne rritemi me shumë njerëz për rreth, edhe pa norma, nuk ka strukturë, edhe qysh emocionale, edhe strukturë edukative, si në vende tjera të botës, pozicioni si cilit person, liria si cilit person, jetojmë me një fluks, e për mja dolë që t'i fluksi, vetëm hierarkia e vënon rendin. Edhe shpeshër në hierarkia në mashqet, po janë të pozicionuar, pa që jenë të artikulun. Edhe që kjo për mu, vetë ata e shprehin konfliktin me vetën, e jo shumë i bojnë dëm tjerëve se ti kur edhe prej një kafshë si prejs, instinkti ja nisë me mësu, qysh mu sill me ta, kështu që rreziku ma shumë nuk mësosh me të mirin, se i miri mundet me tradhtu nëse, po kur është i keq ti mobilizohesh. I tillë ndoket që edhe është filmi. Babi, në fakt, kur gjë nuk bën figura e babit. E tjetra për djemë të ri, është, po ashtu ju artikulimi, këta dhe dashni nuk din mi artikulu.
se nuk din me vetë qysh mi artikulu, kështu që janë të vrasht në mënyrën qysh është shumë instikte, është shumë animalistike, edhe qysh we treat space, ku ata po takohen, është malore, shtëpia është një vend shumë i sigurt, edhe shumë safe, po qysh mundet më konë shtëpia vend i sigurt edhe safe në Kosovë, si del pi shtëpisë është rrezik. Jo rrezik pi nirit vetëm, po rrezik rruga. Rrugë nuk janë mirë, malet janë shumë afër, vetë dinamika e qysh na jetojmë në qytetet tona në Kosovë, nuk mundet me pas qasi lloj ideje që shtëpia është sigurt, se nuk është i tillë, është shumë animalistic the way we live. Edhe për që ato menoj që kjo vjen te çdo gjenerata të ndryshme të mashkullit. Jo pse ata janë të këqe e femnat janë, jo kur nuk menoj për shto ku janë drejtat nuk kam qejf me përfundu si me di diçka, unë kam qejf më konë mi marrë një parë pozicioni, që shumë thonë, jo veç unë, po menoj që ashtu duhet se cili njëri më konë, na më konë produkti diçka që jena ato jetu. E jo definitiv në qka to që jena ato jetu, se është gjithë shka rjetëse. Kështu që nuk e kam një qartë idin që kisha portretizu mashit në filmat e me të arshme, se di që ki pati Like a Sick Yellow, po dhe në Like a Sick Yellow, the man is also very confused. He just doesn't articulate himself, but his shadow is bigger than the woman's, no? Somehow. Kur e menoj që ashti, se pas në... Jo, unë e shof më tepër, jo për mendu se si ti bën këto zgjedhje në mënyrë konsciente. Unë e shoh më tepër se si filmi për te autorit, për te teje, domethënë duke e parë thjesht si një produkt që ekziston, si një produkt që del nga ajo shoqëri dhe që është një pasqyrë gjithashtu e asaj shoqërie. Dhe mu më bën të ngrej disa pyetje edhe për arsye pse janë këto figura të tillë, pse sillen në këtë mënyrë, çfarë këto reflektojnë për historinë e tyre, për vetë shoqërinë që kanë ngrit. Dhe domethënë kalon deri në disa pyetje që ndoshta janë edhe më makro, që lidhen ndoshta edhe me historinë e luftës, ndoshta lidhen edhe me atë pamundësinë ose ndoshta me atë pozicionin që janë vendosur në gjithmonë në rolin e viktimës, ose që kanë qenë gjithmonë në rolin që kanë dashur me u mbrojt, domethënë nuk kanë qenë në rolin e agresorit, dhe tash ka qëndruar, është ndërtuar një lloj status quo që këto duhet ta mbajnë, siç ishte për shembull është një fjali aty që Dorina i thot Jatit të Venerës që ai ka vdek që ne të kemi ditë më të mira. Po. Dhe duket sikur Jati Venerës është ai ruajtësi i ditëve të mira. Po. Dhe çdo mashkull tjetër. Qaq the best example for that. Edhe ç'kjo të bën mundi emti. Edhe ç'kjo të bën mandej mundi kur për shemb, krejt çto janë kom pjesë. E marr mend që kur e pitching the film, për mu jo veç mashkulli, por dhe gjenerata më e vjetër, ata kur e kanë jetu luftën, mas luftës ata kanë pas sfidën më të madhe, më të mëdhtë se trit, se na kena vazhdu, na jena tu ndërtu. Ata e kanë pas edhe presionin e di për njerëzve që më kanë rrethu, presionin e madh qysh mi mbush boshllëkun, se ata janë unconscious. Nuk e kanë adrenalinën si trit. Ata kanë përgjegjësinë shumë të madhe. E menoj që gratë janë shumë atë lidhëm në njëra tjetrën edhe mënyrën që shprehim edhe me gjuhë është më e lehtë milion to let go se mashkulli në shoqërinë tonë. E nuk është domosdoshmërisht që janë të egër. Janë I feel pity sometimes for them. Kështu që uroj që filmi e ka jap edhe qatë nuancë, e jo veç egër, se nuk u konë qëllimi jam. Po janë krejt qëto, na i kena këto, unë jam fëmi i luftës, kështë që krejt këto janë pjesë e qasaj që shishosën, po nuk kam qep me qenë so into your face. Po gjithë filmi është shumë subtle, dhe ndoshta kjo e bën akoma më të fuqishëm, se ka shumë nuanca si film, edhe nga ana e performancave, për shembull momentin që Venera tregon puthjen e vet të parë që janë aty në furgon, edhe fillon të lëviz nga që është kështu, as di si ta tregoj, domethënë janë gjithë këto nuanca shumë subtile që nuk ka në çdo sken. Nga ana tjetër do thoya që nuk është ai shumë ndryshe edhe ndoshta edhe shoqëria këtu në Shqipëri. Se dhe një pyetje kam. Hajde. Domethënë prej tranzicionit sistemeve, nga një sistem shumë represiv, diktatorial, domethënë vjen nga një
autokraci vetë impozuar shoqërisht, domethënë derisa kalon në makabra që janë të pa imagjinueshme, makabra për shembull që dikush tjetër nuk do e kishte bërë, domethënë shkalon në disa çmenduri për shembull që shqiptari ka bërë shqiptarit brenda Shqipërisë për gjatë 5 dekadave që ti nuk imagjinon dot, domethënë. Dhe kjo pastaj sjell edhe gjithë këto konfuzionet identitare dhe rolet hierarkike që nuk janë të diskutueshme dhe që nuk janë të hapura për diskutim dhe që mbeten gjithmonë në nivele keq komunikimi dhe keq interpretimi. Ndoshta ka pak ngjashmëri, ndoshta por gjithmonë në dy rrugë shumë të ndryshme që mund të kenë paralele të ndryshme. Po të na shumë e freskët, mendoj që në Shqipëni diçka edhe u bë pjesë e të qenurit për shkak të kohës. E në Kosovë ti alo e nin, s'pak unë mendoj që ashtu nuk e njoh shumë Shqipnin, po me çka po të ni të fol dhe me ndjenjën e pak që kam. Po në Kosovë është ende shumë e freskët çka burrat kanë përjetu. Në çfarë pozicioni unë konë është shumë still akute. E tash me çfarë steps they will take on. Nuk është imprinted, kur të është imprinted e merr si mirëqenë. Kështu që unë e shoh edhe te vëllezërit e mi edhe te nuk është e lehtë me qenë në rol të mashkullit në çdo kohë në Kosovë, se për pozicionin vet ku e kanë pozicionu veten, se në kultura tjera e shkon njëjtë, po Jo, kjo është një nga gjërat që më intereson për shembull me pa edhe presionet që janë vendos mbi figurën e burrit. Qoftë edhe vetë nga normat shoqërore që kanë historinë e tyre, por që duhet dikush të dali dhe t'i çmontoj pak nga pak. Po. Dhe ndoshta roli i filmit mund të jetë që të japi ato veglat se si ta bëj këtë çmontim në shoqëri. Ndoshta edhe letërsia e bën akoma më mirë dhe gjithë artet e tjera, po duke qenë edhe çka komunikim kam i bë beson. Po. Duke qenë kinemaja që është kështu gjuhë vizuale dhe shumë edhe unë jam shumë pothuajse kam të njëjtat pyetje për rolin e mashkullit. Kur shkruaj karaktere të tilla, se unë nuk jam, apo është edhe tjetra, you never know how a man feels. Pikërisht. Po kam shembuj për shkak që po them jam rrit me një familje shumë të madhe, kam edhe kur them të madhe edhe familje më e gjan ka qenë familje, se kështu që yeah, I was observing. Okay. Mirë. Nëse nuk kemi një merak të fundit të bisedën tonë, po unë me kemi një traditë ndodhim me një pyetje time. Pyetje naive, po edhe një nga pyetje naive dalin një shtigje interesante është kur dhe si keni vendosur të dy të përqafoni kineman si formën tuaj shpresë? Kur dhe si? S'pa di kur, po e di momentin pse. U ardhte ideja që tu e pozicionu veten për imazhe, munda mi thjeshtu, do sa që jam tu ndje. E di ndjenjen në çfarë që ti hapi të parë. Për shkak që unë kam qejf me fol për diçka që nuk flitet thjesht, po me shumë elemente, e vetëm jam mundësi u konë mi ndani për imazhe. Për shembull shkrimi që ato vetë çka të bën më të komplikuar, se kur të ulesh më shkru, you go further. Pat kinemaja është destiluese për mua. Distilling. Edhe që kjo më ka vyt mu shumë si person. Mendoj që kjo konë, tash qysh ka vazhdu tutje, unë jam ka ndryshu shumë se e di çka ka ndiku, po e majnë mend të parën herë, u konë që shumë e lehtë për mu përmes to make a system of what I'm seeing. That was Për mu ndoshta është gjë më e thjeshtë, unë kam vendosur kur kam qenë në gjimnaz. Kam marrë atë vendim që ishte hapësira e vetme ku unë ndjesha rehat, sepse kisha atë kohën që nuk më fliste kush, kisha atë kohën që krijoja atë
në duke parë filma të tjerë, këroja filmat e mi në kokë. Si që ndodhë gjithmonë, kur shef i film, ti bën filmin tatë nëpërmjet atij filmi që sheh. Dhe aty kam vendosur që është gjë që unë du ta komunikoj për njerëz tillë që ka nevojë për një komunikim të tillë. Domethënë do doja unë që të isha, kur isha gjimnaz, doja unë që të isha për shembull ai njeriu që e ndërton gjithë atë gjën dhe që më komunikon mua atë. Domethënë do doja edhe unë ta bëja për dikë tjetër. Dhe vendosa që atëherë dhe vazhdoj akoma. Sa vjeçar domethënë në Irkon? Kur e ke bë filmin e parë, sa vjeçar? 19 kam qenë. Okej. Dhe Ama unë kur i kom bë filmat e parë, kurse kom qujt vetën regjisore. Nuk e kom menu që si diçka që ka me qenë mënyrë e jetës. Veç më ka pëlqy. Kështu që vonë ja kom nis me menu që është diçka që dura mi marr, like seriously. Shumë ma gabim. Komplet rrugtim tjetër. Po. Po mbohet qefi që na puthen rrugët këtu, tek Authors Meet Authors. Yes, po edhe mua, no. Exactly.